Ti bëj vetëm një ngacmim se kam si me merak. Po. Ne çuditërisht në Shqip kemi me qindra gjuhtar pellazgolog, që janë me qindra që thonë që gjua me vjetër e botës është Shqipja, dhe çdo gjë e botës shpjegohet me Shqipen, dhe unë jam shumë i lumtur për këtë. Po këta janë konsultuar për fjalorin, jam kurioztar, më e kanë thirrur. Pretendohet, unë lexova atë hyrjen tek fjalori online, po të futeni. Po. Ka atje disa të kush ka bashkëpunuar, kush ka punuar, si është organizuar. Se i ka shumë gjuhtar, kemi një bollëk me gjuhtar, me mira gjuhtar. Nga këta që grinden për Shqipen, që fjala deti vjen nga tetis, për këta nuk ishin si zëra, janë vetëm zyrtarë. Atëre ky fjalori s'bën. Qas keni ftuar këta që janë shqipëronjës gjithë. Po mos të bënte ky fjalori dhe të kishte mbrapa logon e akademisë, unë nuk do ishe fare shqetësuar dhe juve nuk do kishit bërë këtë temë sot. Problemi është që ai ka një logo aq të rëndësishme nga mbrapa. Dhe kush përndahet përveç se është online dhe e shikojnë të gjitha dhe kjo është një... Të paktën profesor Shezai Rokaj që dëgjova në një intervistë pretendon që do të lihet kështu i hapur për një periudhë 1 vjeçare, 9 muaj, 1 vit. Që të bëjnë kontestime nga kush, nga publiku, nga Facebooku, nga Instagram, nga departamentet e ndryshme, nga njerëz të fushës që e përdorin. Një sekond, dakord, shko. Që këta kanë lënë të hapur mundësinë për të këshilluar me publikun e gjërë, kjo është një gjë e shkëlqyer. Jo që kanë për fjalorin, prap, ne e një gjë e shkëlqyer. Problemi është si ka lejuar këto viroza brenda këto me qanë mendje. Ka dhe shumë, ka dhe për shembull, nuk dua të futem. Fjalë për shembull që ti kishe harruar se ti je studiuese vet tani. Jo zemra, nuk ata çfarë kanë ruajtur bazën. Fjala xixollojnë për shembull. Jo, nuk e them. Në qoftë se ti nuk e thua tani fjalën xixollojnë, do ta them vet. Thuaje vet. Bytha dritë. Po, e ke në fjalor. Është në fjalor. Ama, do t'i vësh gjobë vëri atyre, s'ke punë me mua dha. Fjallori po të them. E ke në fjalor, xixollojës. E certifikuar. E certifikuar, thuhet në gjuhën popullore. Po. Kështu, këto fjalët magjepsëse shqipe, që kur i thoshte për shembull Lefter Çipa, që në ato poezitë veta, kur i shkruan të ai namakniste, nuk i shohim gjekundi, ë? Jo, do kish këto tani dhe problemi është që se HMS online është, e ke parasysh e HMS s'ka gjë, po pra, HMS s'ka gjë se rregullojmë. Po një redaktora, një